Sasa dhe Alba ndodhen në kuzhinë kur tensionet fillojnë të rriten. Sasa, e irrituar nga një koment i mëparshëm i Albës, e kthen bisedën në një debat të nxehtë. Ajo i afrohet Albës me një qëndrim sfidues dhe i thot me ton të ashpër, kush mendon se jeti këtu? Se ti si as pak ajo që pretendon. Fjalët e saj e godasin Albën pa pritur. Ndërsa banorët e tjerë kthejnë kokën të shohin çfarë po ndodh, Sasa vazhdon duke bërë akuza të rënda dhe duke e vënë Albën në pozitë mbrojtjeje. Ajo e etiketon në mënyrë fyese dhe e akuzon se para se të hynte në lojë ka pasur një jetë të dyshimt jashtë. Alba, që në fillim përpiqet të mos reagojë, e humb durimin sapo e kupton se Sasa po e ofendon publikisht dhe pa asnjë provë. Fytyra i ngrin, syt i shndrisin nga inati dhe ajo i kthehet menjëherë, mjaft, Sasa. Mos guxo të flasësh kështu për mua. Ti nuk di asgjë për jetën time. Toni i Albës rritet dhe tensioni shpërthen në dhomë. Banorët që ndodhen aty afër hezitojnë të ndërhyjnë, sepse shohin se debati po përshkallëzohet shpejt. Sasa nuk tërhiqet. Ajo tund kokën me ironi dhe i thot, po s'është hera e parë që tregon veten kështu. Ti s'mund të më mësosh mua kush je, se sjellja jote flet vetë. Alba përplas duart mbi tavolinë dhe i afrohet, duke mbajtur një distancë të sigurt. Por me ton të prerë të acaruar, nuk ke të drejtë të shpikësh gjëra për mua. Nëse ke problem, thuaje troq, por mos më ofendo kot. Debati vazhdon me ndërprerje, akuza, kundërpërgjigje dhe fjalë të tensionuara. Të dyja vajzat këmbëngulin në qëndrimet e tyre, duke e bërë atmosferën në shtëpi të rëndë dhe plot ngarkesë emocionale. Ndërkohë, pjesa tjetër e banorëve përpiqet të ndërhyjë për t'i qetësuar, por Sasa dhe Alba duken të vendosura të mbyllin llogaritë mes tyre dhe të mos tërhiqen nga debati.